Dhe shkallëzëm në kureni gati. Landa për njëtë. Test. Jemi këtu në komunën e Shtimës bashkë me Niko Qirin, kryetarin Dr. Qemal Aliun dhe me Ministrin e Shëndetësisë në detyrë Arben Vitin për të vënë gurthemelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, një zotim I yni dhe një pritje e nevojë e kahmotshme e qytetarëve të Shtimës. Do t'i ketë gjithsej rreth 3000 metra katror, qendra kryesore e mjekësisë familjare në Shtime, me qrast të suterreni, përdhesja dhe kati parë, secila do t'jetë parafërsisht nga 1000 metra katror. Në suterren do t'jenë laboratorje dhe radiologjia, në përdhese do t'jetë trajtimi mjekësor, urgjenca, vaksinimi dhe imunizimi, ndërka që në katin e parë do t'jetë administrata dhe stomatologjia. Kostoja e gjithëmbarshme është afër 2.4 milion euro, ndërka që punimet do të realizohen për brenda një periudhe prej 30 muajsh apo 2 vite e gjysmë, që I bie se në fund të vitit 2027 ne do ta përurojmë objektin e ndërtuar të qendrës kryesore të mjekësisë familjare këtu në Shtime. Do të rriten edhe shërbimet, por gjithashtu do të ngritet si cilësia edhe efikasiteti, me qenë se kushtet do të jenë moderne e po ashtu edhe të sigurta. Unë falenderoj shumë mjekët, infermierët, punëtorët shëndetësor, të cilët kanë dhënë aq shumë për mjekësinë e shëndetësinë, jo vetëm në Shtime, që janë bashkë këtu me neve, edhe ata që nuk janë bashkë këtu me neve, sepse ky është një kontribut dhe sukses I përbashkët e I përgjithshëm. Faleminderit shumë e egzofi. Atëherë, si që po e shifni, punet e mira të mbora, objektet edhe veprat infrastrukturore që japin Shtimes kuptim e bojnë qytet për së mbari nuk kanë të ndalur. Sot jemi këtu bashkë me kryeministrin Albin Kurti dhe me ministrin Arben Vitia për të hedhur gurthemelin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Nuk ka shumë para 2-3 javësh që e hedhëm edhe gurthemelin e entit special. Këtu po dëgjojmë edhe zhurmën e shumë institucioneve tjera që janë duke u ndërtuar, që është objekti komunës, është tregu I Gjelbërt e shumë objekte tjera. Dhe ashtu si që jemi zotu bashkarisht, Shtimja po ndryshon për së mbari dhe po e merr atë që ne kemi quajtur fizionomi urbane. Unë jam më së I lumtur sot bashkë me krejt kolegët e me që dikur kemi punu bashkë në QKMF-n e Shtimes,
me profesorat e nderuar, me mjekët e nderuar të komunishtimit, me infermierët, me gjithë punëtorët që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm jetësor. Dhe sot kemi dalë bashkarisht me e inauguru, domthon gurthemelin, po edhe me u gëzu këtij fakti, sepse ashtu siç jemi zotu, shtimja shumë shpejt do të ketë mjekësinë primare model ndoshta për gjithë Kosovën me një infrastrukturë moderne, po edhe me pajisje, sepse me mjek e me infermier ne vetëm kemi qenë model kryeministër, edhe pse jemi qytet i vogël. E falenderoj shumë Kryeministrin Kurti, Ministrin Vitia për mbështetjen e vazhdueshme që na kanë dhënë. Uroj që ky objekt të ndërtohet sa më shpejt ashtu siç është i planifikuar dhe shëndetësia në komunën e Shtimes ta ketë, domethënë, edhe infrastrukturën edhe tretmonin e dur. Urime kolegë, faleminderit sot që jeni këtu me ndo gëzimin bashkë me ne. E gëzofshim bashkë. Atëherë sot 2 javë jemi prapë në Shtime, mas 2 javë, eksakt me dytin ka qenë hera e kalume, me 2 qershor. Vetëm nga Ministria e Shëndetësisë, kjo tregon një koordinim të jashtëzakonshëm në mes të nivelit qendror dhe nivelit lokal në Shtime. Kjo tregon një punë të jashtëzakonshme të kryetarit Qemal, i cili përveç këtyre projekteve prapë e përsëris vetëm shëndetësi për këto 2 javë, po vazhdojnë edhe shumë projekte të tjera të cilët po ja bëjnë edhe jetën, edhe proceset më të lehta qytetarëve të komunës së Shtimës. Ne si Ministria e Shëndetësisë, përveç në infrastrukturën spitalore, po vazhdojmë me investime të shumta edhe në nivelin primar, sepse niveli primar është niveli ku shumica e qytetarëve kërkojnë shërbimet shëndetësore, dhe sot jam jashtëzakonisht i lumtur që hodhëm gurthemelin për QKMF në Shtime, ku në praninë e shumë profesorëve të nderuar të cilët kanë dhënë shumë këtij qyteti, po ta nderin që bashkë me ta, bashkë me kryeministrin e kryetarin, që të vëjmë këtë gurthemel, i cili do të jetë një gurthemel për një shëndetësi moderne, për shërbime shëndetësore, cilësore për të gjithë qytetarët e Shtimës. Urime e vazhdofshi, e mos u nalshi kështu kryetar bashkë me qytetarët.